Prej aeroportit e direkt ordinanca dentisti familjes. Në minutazhën në vazhdim, do kemi nderin dhe kënaqësinë me u njoftë me Sumejan dhe Adelinën. Storia në vazhdim do t'ju flet për... Hi, heute sind wir hier mit Zoom und Albina Zeneli. Gemeinsam fahren wir zum Zahnarzt. Ashtu si që mësuat, bashkëpunimi në Zoom me dentisti familjes po vazhdon, dhe si asnjë insert nuk do t'jetë i njëjti me tjetrin. Sumeja thot se në Kosovë erdhi për herë të tretë, dhe nota që jep këtij vendi është padyshim 10. Die Anreise war total entspannt und die ersten Eindrücke, da ich nicht das erste Mal hier war, eigentlich eine gewohnte Umgebung. Ajo ndajnë me shikuesit e në Zoom problemin që e ka në dhëmbë e madje po në faktin se pret që çdo gjë të shkojë mirë. Por sa është e rëndësishme për Sumejen, që do mundohet të përshtatet me kulturën dhe traditat e një vendi që për arsye të ndryshme e viziton. Die Kultur an sich gefällt mir relativ gut, ist auch sehr ähnlich zu meiner Kultur. Ich komme ursprünglich aus Bosnien und grundsätzlich zum Anpassen kein Problem. E tani është koha që të vazhdojmë për tek ordinanca ku atje na pret doktor Alberti e këtu na kujtohet shpreha famshme. Besoj janë i buzëqeshjen tuaj profesionistëve dhe syla padyshim është njëri prej tyre. Pasi vajzat u futën në ordinancë, stafi mirëpriti me kënaqësi duke njoftuar me ambientin e po ashtu filloi konsulta për ndërhyrjen që Sumeja do të bënte tek dentisti familjes. Pas mbarimit të fazës së parë të vizitës së Sumejës tek dentisti familjes, në Zoom e ka rrëmbyer atë edhe për pak minuta, duke pyetur se si po ndihet dhe është gati për procedurën e saj. Hallo, ich bin Sumea aus Österreich extra hier angereist zum Zahnarzt Dr. Albert Süler, mir meine Zähne etwas zu verschönern lassen. Nun bin ich hier bei dem Team angekommen und sie sind super hilfsbereit, nett, freundlich und ich freue mich schon auf meine Prozedur. Ajo më tutje rëndit arsyet se pse zgjodhi dentisti familjes, pse njerëzit duhet të vinë në këtë ordinancë. Ich würde euch den Arzt aus heutiger Sicht mit Sicherheit weiterempfehlen, weil die total sympathisch, nett und auf eure Wünsche eingehen. Auch natürlich die richtigen Ratschläge setzen, ob Karies oder Zahnreinigung oder Implantat. Natürlich würde ich auch meine Freundinnen hierher mitnehmen und ihnen das empfehlen. Man wird einfach total gut behandelt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Por kjo nuk është e tëra në këtë storje të këndshme që urojmë e shpresojmë se po ju pëlqen, do të njiheni edhe me dikë tjetër. Hallo, mein Name ist Adelina. Ich bin hergekommen nach Pristina von Österreich, weil ich meine Zähne machen lasse. Ich wollte bei ihm schauen, weil ich mich informiert habe auf Instagram. Wegen meiner Zähne wollte ich die hinteren Zähne herrichten. Veneers wahrscheinlich auch und ja, und jetzt schaue ich mir das an und ich hoffe, ich weiß es wird super auslaufen. Adelina më tutje na tregon se si e gjeti këtë ordinancë dhe pse vendosi të bëjë gjithë këtë rrugë e të vi pikërisht këtu. Auch viele Freundinnen von mir sind hergekommen. Sie haben mir Dr. Albert Süler auch weiterempfohlen. Sie waren alle sehr zufrieden und ich würde ihn auch gerne weiterempfehlen, weil sie sehr freundlich sind, wie der Name auch sagt, Dentisti Familiar. Also es geht um die Familie, auch Kinder werden kontrolliert und geht gut mit Kindern und
Një ordinancë moderne dentare është një klinik ose ambient shëndetësor që ofron shërbime dentare të avancuara me teknologji të reja dhe kushte bashkëkohore për pacientët. Ato që e dallojnë dentistin e familjes nga të tjerët janë shërbime të kompletuara, ambient i pastër dhe i qetë, përdorimi i materialeve cilësore, vizita dhe planifikimi digital dhe mikpritja ngrohtë. Te dentisti familjes çdo buzëqeshje ka rëndësi dhe çdo pacient trajtohet me kujdes maksimal, duke kombinuar kështu përvojën e stafit specialist me pajisje dhe materiale të cilësisë së parë. Shëndeti dhe bukuria e buzëqeshjes tuaj është prioriteti dentisti familjes.